Ke pa krejt fet, kur ullën me hangër bok. Ke pa që i kapin dur të bajnë doa bashke, para se me hangër bok. Ke pa krejt fet, dhe ishte ashtë që akon pa. Wallalem, ndodhë që ga boj, ama që akon pa anë, shumica e asojna që akon pa, e falenderojnë edhe lutin Allahun Azza wa Jall para se me hangër bok. Përveç feja jonë. Para se me hangër bok në thojnë veç Bismillah. Në fund të falenderojnë Allahun Azza wa Jall. Kjo është jashtëzakonisht e veçantë. Domthonë, subhanallah, a dini pse o musliman? Por shkak se Allahu Azza wa Jall t'jap tani lyp prej teje me falendëru, pasi që t'ka dhanë. Ta ka dhanë shnetën, ta ka dhanë menjen, lyp më fal. Ta ka dhanë ushqimin, e han, lyp me falendëru Allahun Azza wa Jall. Për ata ka thonë Allahu Azza wa Jall, "Falyabudu rabb hadha al-bayt", le të adhurojnë Allahun e kësaj shtëpie, çabes. Alladhi at'amahum min ju', ai i cili u ka mush barkat për uris, wa amanahum min khawf, edhe ka dhënë siguri. Domethënë, ta ka dhënë ushqimin, ta ka dhënë sigurin, tash falenderoj Allahun Azza wa Jall. Ama jo në fillim, në fund. Por me kuptu hala ma mirë, ka agjeru të ditën, edhe ka hi vakti i iftarit. Njëjtën kohë ka hi edhe vakti i akshamit. Tash, është ma mirë me hangër, a më falë? Jo, me hangër. Tani më falë. Pse? Për shkak se Allahu Azza wa Jall dan njëherë me plotësu mirësinë e tina, subhanahu wa ta'ala ndaj teje. Tani lyp falënderimin. E ke pa njerëzit si të përdorin logjikën, thonë unë falna, kur na të ditën pa hangër, njëherë falna. Tani jo. Je shku të shtëpia, vakti drekës, ama je shumë unë. A me hangër, a më falë? Jo. Tani falo. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, la salate, nuk ka salat në prezencë të ushqimit kur je uritur. Hanushim, tani falesh. Falhamdulillahi rabbil alamin për këtë din.